Ndonse miliona njerëz në të gjithë botën kanë vëzhguar me sukses efektet që sjell agjërimi, tani shkencëtarët MNZ në botë tregojnë për efektet që ai ka në shëndetin tonë. Agjërimi forcon trurin. Nuk ka dyshim se do t'i vëreni edhe vetë efektet pozitive që agjërimi ka në mirëqenien mendore dhe shpirtërore, por një studim i kryer nga shkencëtarët amerikan ka konstatuar se fokusi mendor që arrihet gjatë Ramazanit i shkakton trupit më shumë qelizat të trurit dhe rrjedhimisht e përmirëson funksionin e tij. Sipas studimit, nëse do të agjeroni, edhe stresi do të ulet. Agjërimi ju ndihmon të hiqni dorë nga shprehjet e këqija. Për shkak se do të jeni duke agjëruar gjatë ditës, Ramazani është një periudhë e përsosur për të hequr dorë nga shprehjet e këqija, si duhanpirja apo konsumimi i ushqimeve me shumë sheqer. Gjatë agjërimit, do të mund të largoni shumë lehtë nga trupi të gjitha këto sheqerna apo edhe shprehjet e këqija, sepse trupi gradualisht mësohet me mungesën e tyre. Kolesterol më të ulët. Të gjithë e dim se humbja e peshës është një nga efektet pozitive fizike që ka agjërimi. Por veç kësaj, një ekip studiuesish bashkëkohor ka konstatuar se personat që agjërojnë përjetojnë reduktim të kolesterolit në shëndetin e tyre. Kolesteroli i ulët përmirëson shëndetin kardiovaskular. Dhe së fundmi, detoksifikimi i trupit. Përveç se agjërimi i ndihmon besimtarët ta pastrojnë veten shpirtërisht, ai gjithashtu është fantastik për pastrimin e trupit. Duke mos ngrënë apo pirë gjatë ditës, trupi fillon ta detoksifikojë veten dhe i largon toksinat e dëmshme që mund të gjenden në depozitat e yndyrës.